Kolonel, ju po më thoni që nuk jeni kënaqur me mënyrën e drejtimit nga bordi të kësaj proteste, pra sipas mendimit tuaj aty nuk ka një leadership intelektual, akademik, inxhinier, profesor, diplomat, diplomaci ushtarake që ju po flisni tani, pra nuk është ky nivel aty elite. Ky është një bord i vetzgjedhur, i pa pyetur fare nga vlerat e mëdha intelektuale shkencëtore kombëtare, me qëllime të këqija karrieriste dhe shërbëse të Partisë Socialiste Demokratike dhe të shikut ka hyrë brenda. Pra ju po më thoni që ai bord, shikon emrat, nuk ka asnjë vlerë i leadershipit politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, dhe po lot shumë këtë masivitet. Ne si Instituti Politikave të Sigurisë Kombëtare, institucioni merituar nga gjykata e Tiranës 2004, i kemi bërë thirrjet dhe gjithë çfarë do të bërë dhe i drejtuar me amerikanë. U faleminderit shumë kur edhe dje dy kongresmenë të tjerë amerikanë ngritur me forcë të madhe tradhtin e Edi Ramës, Sazanin dhe Zërnesin me Kushnerin. Kemi bërë letrën e hapur Ivanka Trumpit, dërguar gjithë popullit shqiptar dhe Shtëpisë Bardhë dhe Kongresi Amerikan për tërheqjen nga Sazani, sepse është mashtruar dhe gënjur nga Rama, se Sazani nuk është ishull privat, po është ishull i shtetit shqiptar. Pra ne veprojmë me dokumenta zyrtare, të argumentuara ligjërisht, jashtë çdo lloj influence, vetëm influenca amadore, interesi kombëtar. Dhe na kujtohen disa institucione sot, po dhe në ditët 30, që kanë fjetur gjumë dhe në vend të bashkohemi së bashku në një emër, në një zë për kombin shqiptar dhe Shqipërinë të shitur. Populli shqiptar nuk është popull i lirë, është i popull i skllavëruar për 35 vjetësh, politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht. Shqipëria nuk është e pavarur, është pushtuar në një bandë kriminale që ka dhënë sovranitetin nga butrinë të Izraelit. Shqipërinë e kanë marrur të huajt dhe jo janë nëpërmjet investimeve strategjike u realizua kolonializimi i Shqipërisë. Kolonel, ju më thatë në mos gaboj pak më lart që protestën e ka kapur Rama dhe Berisha me këtë bord që është krijuar, apo jo? Detyrimisht, derisa nuk është krijuar një bord me vlera të mëdha strategjike, bordi përbërë nga njerëz me vlera intelektuale, shkencore, të cilët ka dhënë prova në historinë e Shqipërisë dhe kanë vlerat e një leadershipi politik, ekonomik dhe ushtarak, nuk më të bëhet nga njerëz pa këto vlera. Pra ai është i pushtuar dhe do të ketë pasojë të mëdha vendi. Pra, kolonel, kjo do thotë edhe një humbje shprese, sepse jemi në fazën, një moment krucial ku ose lind pushteti, ose pushteti i ri, ose vdes protesta. Ju po thoni është kjo e dyta? Është një strategji e lodhjes së rininës së kombit shqiptar brenda realitetit. Me qëllim. Një lodhje me qëllim e të cilës nuk ju paraqit që në fillim një leadership i mirëfillt me një propagandë strategjike për realizimin e misionit të televizion të madhe kombëtare për shërimin e Shqipërisë nga këto bandë politike dhe ekonomike, e cila e ka falur, jo ka shitur Shqipërinë, se po ta shiste do të mirë lek Shqipëria. Shqipëria s'ka marrë as e lekë, po ka falur agjenturave të huaja të izraelite dhe shtetet të tjera. Kolonel, mund të futet diaspora për ta shpëtuar në këtë moment protestën? Do vazhdojmë luftën e mëtejshme dhe diasporës i faleminderit shumë, e cila koordinon me ata njerëz që kanë vlera dhe dje në gazetën Fjala e Lirë, revista Fjala e Lirë në Angli, që nuk e njoh fare profesorin e nderuar, trajton si mund të shpëtoj duke vendosur dhe emrin tim të jem pjesë e shpëtimit të Shqipërisë, siç kanë bërë luftën e ftohtë në dhe shtatë të Këshillit të Kosovës. Kolonel, jeni gati që të merri prapë përgjegjësi për ta kapërcyer këtë moment
Vendi? Përgjegjësinë po e marrë unë edhe këto deklaratë po bëjte. Sigurisht. Sepse Edi Rama më pushoi djalin tim të marruar në Universitetin e New Yorkut në Amerikë, inxhinier, për shkencat eksakte dhe kompjuterike me 2 gjuhë shkëlqyra dhe ka 6 muaj që ka punë. Kolonel, mund të flasim për një lëvizje tani, nuk është vetëm e Tiranës, por është kombëtare, se kemi parë dhe shqiptar nga Kosova, nga Maqedonia që janë këtu nga Çameria. Po i dashur, sepse Edi Rama akuzon shqiptarët e Kosovës dhe Tetovës në Shqipëri. Ashtu si shqiptarat, i 172.000 shqiptarë morën armë dhe luftuan brenda Kosovës për çlimin nga Miloševići Kosovën, populli vllai i Kosovës dhe Tetovës, populli vllai shqiptarës pa armë, ka ardhur në Shqipëri, u bashkuan me shqiptarët për çlimin e Shqipërisë nga Rama dhe Berisha. E ka frikë Rama realisht Albin Kurtin, apo thjesht po e përdor këtë moment për të akuzuar që po çorodit ai, po e bën lemsh shqiptarinë? Albin Kurti është kryeministri i Kosovës dhe si një bir i Shqipërisë, si një bir i kombit shqiptar, thot mendimin e tij. Po Albin Kurti nuk e shiti Kosovën siç bëri thashë Rama, Grenelli dhe Vučići për Kosovën e Veriut. Nësa Rama jo shiti, po fali Sazanin dhe Zvornesit, prandaj Albin Kurti tha 2 fjalë. Unë nuk e shes Kosovën si shet ai Shqipërinë. Kolonel, jeni dakord me Haramush Haradinaj që tham vjen turp për shqiptarët e Kosovës?